Shqipëria po përballet me mot të keq dhe rreshje intensive ditët e fundit, duke sjellë pasoja në përmbytje të tokave bujqësore, dëme ekonomike për familjet shqiptare dhe humbje jetësh. Për emergjenca civile përfshirë këtu përmbytjet dhe rikonstruksionet në hidrovore, qeveria në 2025 i ka dedikuar një fond mbi gjysmë miliard lekë, por pavarësisht këtyre masave të cilat të një pjesë janë realizuar, përmbytjet në vend kanë qenë të ndjeshme në shumë qarqe. Për t'i paraprirë përmbytjeve dhe rregulluar dëmet e evidentuara në lumejnë, diga apo hidrovor dhe marrë parasysh paralajmërimeve të Bankës Botërore se këtë vit vendi ynë rrezikohet edhe më shumë, qeveria parashikon për 2026 një fond prej afro 1 miliard lekësh, më të madhi në 5 vjeçarin e fundit. Fondet të cilat do të përfshin këtu riparim argjinature, rehabilitim lumenjsh, digash hidrovoresh dhe kanalesh ujitës.